Fermerët e zonave të Korçës dhe Maliqit kanë nisur prej ditësh mbjelljen e qepës në parcelat e tyre bujqësore, duke vijuar kështu traditën e kultivimit të kësaj perimeje të rëndësishme për zonën. Këto pamje vijnë nga fushat bujqësore të qarkut Korç, ku puna në tokë vazhdon intensivisht, pavarësisht vështirësive që fermerët kanë hasur ndër vite, e sidomos në sigurimin e tregut për shitjen e prodhimit vendas. Jashtë kamerave, shumë prej tyre shprehen se problematikat kryesore mbeten mungesa e një tregu të qëndrueshëm. Megjithatë, edhe përballë çmimeve të paqëndrueshme, ata theksojnë se nuk mund të lënë tokat pa mbjell, pasi qepa është një nga kulturat kryesore të kësaj zone. Fermerët shpresojnë që ky vit të sjellë më shumë mundësi për tregtimin e qepës së Korçës në tregun vendas. Ata e konsiderojnë këtë produkt si cilësor dhe natyral, duke e cilësuar ndër më të preferuarit për kuzhinën shqiptare. Në të njëjtën kohë, ata bëjnë apel që konsumatorët të zgjedhin prodhimet vendase, përfshirë qepën e Korçës, në vend të produkteve të importit. Pavarësisht mungesës së tregut të garantuar, fermerët e kësaj zone vijojnë punën me përkushtim, duke investuar mund dhe sakrificë për të siguruar të ardhura për familjet e tyre.